të shkon ai lojë shpërblyese për zgjedhje në Kosovë, vendin e parë e kështu nxo. A e dini pse? Ja u kena marrë dorën zgjedhje, s'ka kush se na i largon. Kush për na bjen zgjedhje, kush për na qenë zgjedhje? Dihet. Politika, për shka, për veti, për interesat veta, për tanat, poplin quër me votu. Çdo 3 muaj tap, çdo 3 muaj tap. Zgjedhjet janë si serialet turke. Kur s'din monol, veç vazhdojnë, edhe në fund apet dahen. Sonte për me fol për zgjedhjet, për fushatën elektorale, apo bohen bashk, as po bohen bashk, kush po pajtohet, e tanat e këm thirë një njeri shumë të veçantë, një ish kryetar i një komune të madhe. Ka punu shumë në atë komunë. Prej atje që e du se ka punu shumë, që besa dhe halo punën, ju kalzo pak si asistent të tynve. Sonte me neve në kanë deru në sofer ish kryetari i Gjilanit, Qemail Mustafa. Qem? Qushje? A hisë pa talen. Jo, po balde ka pak. Ha? Amo na kena sep me najlon ka pak. Po thua? Jo, po mos me najlon hez. Qa me bo, thoi? Qa bod? Unë ju me të halo me të vjetën kryetar tam, kryetar qushje. Mira të rritë. A jelo? Që shkalove? Mirë. Rahaq nësh? Mirë. A je halon komuna jë? A Ja, ku shqypi distancë? Ja, pej distancës është komunën, hysmetin përgjësi, po e këshyri pej... Apo mirë anë e për pas ja u kelon, ti ja u kelon mirë, po tash, apo ta vazhdojnë punën tonë? Jo, se kanë vazhdu. Pse? Kena pas folë edhe një herë, ma herë. Po, po tash mësë jenë permisu, se këta të rritë do të permisu pak. Kë kryetari i ri po mundohet, edhe atëherë kom pason, edhe po i jep zëre, besa ka për krahje e krejt, po ka pas plot pengesa. Shupse i ka në baskinja ka zatit dikona? Plot pengesa, me bon. Me bon, me talon baba a babzyshi shpin kes. Shkon shumë kohë për më nëjës. Jo, bërë s'ka kushte e këthe mo. Edhe luta e murë mas meje 8 vjetë. E luta të umorë me punë të mdhoja të shtetit. Madhore, shtetërore. Po, me politika nacionale, me politika të mdhoja të lidhjes demokratike se ka pas për detyrë me prunu lidhjen demokratike në 13%. 13? Punë të mdoja, po. Edhe, po 13 e pa të më prunu, po. Valloj. Edhe nuk u morë me komunë hesë. Edhe i ka shku puna, qashtu, qysh kanë dorë... Ropesko! Thëj ke një mizë hajdari jemi, mizë gjibabës të konë, thëj ke rotë mistopë. Së në i vogëllëm konë, s'ta marë shaves qa o rotë mistopë, sa i rotë mistopë që shkonë, kur praptohet kjeri, e rotat mistopës. Vone mora vesh, qa e rot mistopës. Edhe që shtuja lakes këti djallit, se met komuna në rahmet drejtorave të lutës. Edhe ata tani qysh kanë dit e qysh kanë mujt, edhe për smari, edhe për skeqi. Edhe për smraft, edhe për smraft. Kë është mundu me qitë në rënë. Në vi, a një apeloj me qitë në rënë. Po, unë po besoj që po, edhe pse ka zvaritje të punëve, ka bagiz zvaritje edhe ka kritika edhe me venjan. Për shkak se thuhet stadiumin jale shumë kes luta, po mirë bre luta e kalon shumë kes, krejt pedimna. Po 5 vjetë kalon. Po pasha zote. Gati se 5. So stadium ma i kështë në ishë për 5 vjetë? Qashtu. Ko e gjashëm? Do të duhej qeveria, se këtu edhe në përzi ingerencat, kompetencat, do projektet moja, i ka qeveria. Do komuna, këni. Do i ka komuna, do i ka bashkë qeveria me komuna, me donator, po duhet me qenë një harmonizim në mes të krejt atyne që po i investojnë e po i mbikëshyrin ato projekte, nëse dinamika me urujt, dinamika dhe kvaliteti me urujt. Në fillimi për me nësë zgjedhjet. Qashtu është puna autostradës. Qashtu është puna do projekteve... Haloj autostrada qashtu meta. Autostrada nuk u kry ende edhe gjasat për me u kry deri të fundi i vitit 2027 nuk janë edhe shumë të moja. Jo, ide. Ja, ka segmente që thuja se s'kan njës, ose është bon gërmimi, është qelë trasa e dheut, është qelë kodra në të dy anët, mirë po nuk është bon kërgjë tjetër. I përmena në fillim zgjedhjet. A u ljodh popli me zgjedhje? Zgjedhje
paradarke, zgjedhje masdarke, zgjedhje paradite, zgjedhje masdite. A i na lodh me këtë zgjedhje? Na si popull. Po qysh si na lodh. Unë nisëm për një perceptimit tem personal, dhe mandaj e u patash edhe në numrin e votuzve që dullën me votu. Nuk kom pas motiv, unë në zgjedhje shkrejt gjësësi, veç ku më di çfarë beloje me ra. Unë dalë me krejt familjarët e me krejt ata jarona e me që ka i kemi, për me dhonë një kontribut pa tjetër, se është një obligim i malë qytetar, edhe na dalim në zgjedhje. Mirë po, nuk kom pas motiv me qenë aktiv shumë rreth zgjedhjeve, përveç që i kom përcjell, natyrisht, edhe me i dhonë anë akra dikuj, edhe pse përcaktimi jam është publik, edhe dijet të tonë e din. Për shkak se është lodhje e madhe. Ishte kjo hera e 5 që dollëm zgjedhje. Për një kohë që ma pak se një vjetë. Ma pak se një vjetë. Ma pak se një vjetë e gjysë. Edhe s'dijet apeta kina me shku se... Unë besoj që ju. Ha? Dyqysh e kom bindjen që ju. Nuk kena me shku. Inshallah, fjalla ju të në vesht keqezes. Për ndryshe, nuk po e kursej hiç gjuhën me thonë që bohem gazi i dheut. Nëse shkojmë edhe njëherë në zgjedhje, një vend i varfër, një vend që po luftën për me bo demokraci, një vend që po luftën me bo do ekonomi, një vend që po luftën me asistu popullin e vetë i cili është i lodhën me ato asistimet sociale që për mua janë pranueshme plotësisht, me mbet në një ngërsh, në një rreth vicioz të zgjedhjeve, të mos funksionalizimit të institucioneve, kjo nuk është në rregull as pak. E qysh e pove e rezultatin? A e ka null kryt pak partit politike se populli ndeshkoj? Të tonat e ka null kryt. A li pse i ndeshkoj? Të tonat, pavarësisht që... Përqindja vogël. Pavarësisht që po mundohen 2 parti, 3 besa dhe okëja, me kretë këtë rezultat me përkthyn fitore. Që fitore, pse fitore? Për ka përshindja janë njëjtë. Nëse morim lidhjen demokratike të Kosovës, ka mri që aty dikon të përshindja e fillimit të vitit 2025. Po, shkurt, apo shkurt. Po. Nëse morim PDK-n që aty, o me plus minus në 2%. E me vota ora? Me vota kanë ra krejt, me numër të vota. Po me përshindje nëse i shofim, se në fund vendet ndahen me përshindje. Po. Vendet në kuvend ndahen me olcet deputetve. Me përshindje, po. Nështë kisha mujtë me thonë, krahasu me rezultatin e fundit, Alianca është fituese, edhe pse ajo 7-8% i ka poshtë. Edhe ndroj kryetarin. Edhe u duk ajo si një reform që erdhi Ardian Qini në mojet Aliancës dhe ata po e përkthejnë si fitore. Edhe e paten bon asgjë Aliancën dhe Zoti na rujt nëse e kanë idenë që të shkun zgjedhje edhe mas një 3-4 mujve, mos po rritën edhe ka pak. A di po thomë Zoti na rujt nëse e kanë qatë ide. Unë po thamë, ata kanë mos voglu e popli ka mo rritë. Se problemi është, kjo vetë vendohet që amohën përshindje ka ratë dukshëm, mund tjetë ajo dhe një 2% maksimum nështë prej këti 43%, do thot rrëth 45%, po krahasu me 51% është dukshëm ma poshtë. Unë menoj që partit politike, ato në fakt e morën edhe herën e kaluar me mësimin, po sidomos tash, ka qëndosht me e morë përfundimisht mësimin që duhet me ullë në mënyrë të disiplinume, edhe me qasje shtet ndërtuese, edhe me i ofru projektet, programet, qeverise, edhe me e bo presidentin, se aty na u ledh nyje neve puna, te presidenti edhe me bo qeverin, edhe me bo kuvendin. Nuk e thash rastisht mas pari presidentin, nëse nuk merën vesh për presidentin. Apet mujnë me shkuar. Po ja gra shanë vetive dhe ndosja qysh edhe e bo një herën e kalume, pa e thirë askend në tavolin, se i pat votat,
edhe në mënyrë mujshare, unë kisha me e thonë, se i komën e mbi 60 vota edhe e boni kryetarin e kuvendit, ja patëm sy deset e me bo Albulenën, e bonën Albulenën, e bonën edhe qeverin, po Albin Kurti është njeri jashtëzakonisht inteligent. Ai e ka ditë sakt që ka me orë një moment i thojza, po e themi pazareve, i marrëveshtjeve për presidentin, dhe aty shora ka me i has në gusht. Edhe hasi, a? Se po hasi se partit opozitore nuk e kanë për qëllim, unë besoj që ta që kanë morë mësimin, po nuk e kanë pas për qëllim dhe se dhe ta bojmë një president tonin, as LDK-ja, as PDK-ja, as Alianca. Po. Qëllimi i tyne i parë është me marë hiset mirë në tortën e pushtetit. Nëse nuk morin... Mishti duhet në mbrëm ma shumë. Keni me pa dhe tash. Jo, bre. Tash, kur të ullën, certifikohen zgjedhjet, edhe keni me pa që prapë që të vim. Nuk është ideja atyne me propozu një president që është figur që do të duhej me qenë, me kushtetuar. Po, me normën kushtetuse, unifikuse, një figur që përfaqëson dhe prezenton shumë mirë shtetin e Kosovës, edhe natyrisht që për kujdeset për zbatim të kushtetutës edhe të ligjshmërisë. Po këta e kanë për qëllim s'pari me marë hiset mirë në pushtet, mandej të marë hisen mirë në pushtet, edhe me diktu profilin e presidentit. Edhe me diktu. S'po thomë që nështë ta me qanketi të ne, po me diktu bashkë me partinë e modhe, me vetëvendosjes, se kush ka me qenë ai profil. Ajo dha rast Albini herën e kalume që 3 partitë opozitore me i prunë 3 emna? A e prunën? Jo, se prunën. Aliancën bile se ka thjerë heq? E pse se prunën? Nuk e di. Kuja ka qitë Terezinaj? A i dikun e ka menu, e ka gjularg? Albini? Unë mendoj që a i ka mendu që s'merën vesh të akur. Që shë edhe sumurën vesh edhe si nuk i prunën, apo? Nuk ja votun Glaukun që ka qenë një farë figure... Për tonë, thesh. Jo, unifikuse. Tonë ishin pro Glaukut si figurë e cila mirë e udhëhoqi kuvendin. Na bashkën tonëve. Ishte unifikus, është e vërtet në ato vite që udhëhoqi kuvendin. Shpesh ka ndodhur dhe kom vrejt disa ligje, kur natyresht që ja ka marrë menja që i kalojnë, nuk ka vota bollaj, ka abstenu. Glauku vetëm për mos me maronë, se s'pajtoj po e zonë opozita, voton të kunder ose abstenonte edhe Glauku. Do në thotë, kështë e qasje shumë mirë politike në kuvend, asa te nuk e votun. Në fond e prunë këtë zonjën Rushiti, e cila është, me vërtet ka imazh pozitiv dhe ka punu shumë gjatë, po asa te nuk e dashtën. Po pëse në moment fundit, Qemajl? U detyru me shku... Nështë a duf ma herë pak mi lajmëru. Po në fakt u provun të gjitha variantat. U provun të gjitha. Qëtën provun me LDK-n, me i dhonë pushtet LDK-s, ajo nuk u pajtu, edhe me gjithë një figur të cilën e votojnë. Nuk e deshtën Glaukun, nuk propozun ata vetë diçka, erdhen të rasti i Vjosës, me Vjosën u prishën. Haj me det, hajtë të na unë të bo. Edhe nuk i kuptoj këto, përndryshe është e vërtet që presidenti duhet me qenë një figur që e thamë unifikuse dhe e fuqishme me integritet të lartë, i cila i shërben se i cilit qytetar, i shërben këti vendi për që ato 5 vitet e ardhshme. Kosova ka shumë punë për me bo, jashtëzakonisht shumë. Sidomos Kosovës i duhet reformë të nga fushat, të cilat edhe kanë nisë me ligjbërje, me krijimin e bazës ligjore
për këto 4-5 vitet e kalume. Se janë disa ligje të cilat kanë pas shumë problem me u votu, po megjithatë janë votu. Janë lexu edhe për zyti edhe janë në fuqi tashmë, sa e diunë. Do të duhej tashmë shku të zbatimi aty në ligje edhe votimi i ligjeve të reja, natyrisht. Për me bon këtë, duhet me qenë një president i cili 100% është pro-shtet. Edhe pro-qytetar. Pro-qytetar, pro-demokracisë. Një president i cili bashkë me një kryeministër të fuqishëm dhe gjithmonë pretendoj që kryeministër edhe për një mandat spaku, po në mendoj edhe për tej, ka me qenë Albin Kurti për shkak se partia e tij është shumë e fuqishme. Baza elektorale e Albinit edhe përkraja popullore është jashtëzakonisht e fuqishme. Do të duhej me Albinin, një president i fuqishëm, një kryeparlamentar i mirë. Jashtëzakonisht me kriju një klim të mirëbesimit përmena kuvendit, edhe një klim të sigurisë në gjithë hapësirën e teritorit të Kosovës. Edhe ti thomi lam të mirë zgjedhja. Edhe të igrojnë punës. Mirë, me 7 qershor, a jenë shku ma shumë në zgjedhje, a jenë shku ma shumë në Shqipni në deti? Se përqindja u ka e vogël. Pse kja përqindja e vogël? A jenë lodhë popli, ashka. Po, nuk kanë pas më interesim, drejtën më thonë. A kanë morë këtë mesazh? Unë nisa prej veti. Unë e ndi vetën të lëndum nëse nuk isha dalë në zgjedhje. Bile unë jam shumë kritik ndaj disa shokëve e mes vetmit, të cilët thonë, jo në me vite nuk votoj. S'kom voto. Po atëre i thomë, pse po na lodhën tavolina o burë. Po dhe? Dalim me pi kafe, e të lodhë për politikën. Ha, vau, ko hine ku del. Njerës t'i qëtë. Oh, ha. Po, dikur thëtë, unë s'kom votu, që një 4-5 herë. A ma shoma. Ko që shoma ja? Nuk kom votu. Po ti nëse s'ke votu, atër mos në lodhë. Ti nuk për jep minimumin e kontributit për me ndodhë ndrysha, po? Edhe, qështu, populli është lodhë, drejtë me thonë, 5 herë në zgjedhje, mërënda një viti e gjysë, është shumë. Partit politike a kanë marrë qëtë mesazh qytetarëve, se s'dolen. Nashta qytetari ka thonë, bano bashk, mos bovshi apet bashk, apet s'dolem. Qëre, partit politike të përgjithshme, do të duhej me marrë mesazhin e fuqishëm, bile, që herën tjetër, me ndodhë kjo, mund tjetë tash ka qenë 36%, asa ishte, mund tjetë edhe nër 30%. Herën tjetër, që mandej vjen në pikpytje legitimiteti i aty në zgjedhjeve. Se legalitet ka, atë në kuptimin... Legjitime. Janë ligjore, në regullë. Legjitime, në krej. Po legjitime, jo legjitime, s'janë qëpë se s'dalin shumica e popullsisë në zgjedhje. Atëre, problem është ajo punë, nëse ty të ka abstenu 70% i popullsisë, qysh edhe që tash, po delë që kanë abstenu mbi 60%. Po, vallaj. Atëhere edhe tash jemi i kritik me legitimitet. Mirë po, me normë kushtetuse e ligjore këto pranohen, që shtu që janë, po problemi është që janë të pasqëndrueshme në kuptimin demokratik. Se kanë dalë një pjesë e vogël e popullit në zgjedhje. A i ke po do kandidat për deputet në fushat hangshin flinja me dorë. E se po bëhet deputet, nuk e ka pirunin pa portokall. Ndryshon sistemi, apo ndryshojnë? Ku pe morin pushtetin? Po ndryshojnë, natyresht, ato fushatat janë fushata, po do të duhej me mbush kuvendin me njerëz të dinitetshëm. Kredibil. Do të duhej me mbush kuvendin me spari, me njerëz të ditun në ndonjë fush. Pavarësisht moshës, ka 3 të ditun dhe jashtëzakonisht serioz, dhe ka të më shumë jashtëzakonisht jo serioz. Jo serioz? Jo serioz. Të më thonë, nuk është mosha ajo që e lunë fort rolin, po është ajo se kush sa ka investu në vetën e ti për me i shërby vendit edhe me i shërby vetë vetës. Në kuvend, për fat të keq, e marrë guximin me thonë që 60% e ullëseve që shkojnë aty edhe ullën edhe i fitojnë votat, janë njerëz jo kompetent.
Janë njerëz të cilët... I ka rrugë që ashtu jenë hi. Jo, po ajo orteku i votave të një rajoni, ose orteku i votave të vetëvendosjes, po e marim tash, të Albin Kurtit, bjen alamet shumë numra edhe emra në kuvend, po mandej kemi një 60% edhe ma shumë bile, që gjatë gjithë mandatit që një jetë zoni. Ja, kur s'kanë folë? As dhja mu ka prish televizori, as dhimi që kur si kom një të folë. Ose mos tu ka shurdu veshë. Më ka lona është ta veshë. Vish focën jam shë, a me folë kur s'kanë folë. Bova ki edhe ajo. Tha njoni tha tu e kru veshin, tha kush janë noli për zonin? Tha televizorit, a i që kish noli zonin televizorit, po kjo ja kish noli veshit. A doj këm po të folë, a ma folë që në vetë me veti. Jo kështu. Po shkojmë pak me marketing, e pas marketingut këthejmi në sofër me kemen. Unë e kemi, thamë se, kryetari mirë është. Sofra Salihut është veç bereqet. Sofra si ka orë një përkraje, një mbështetje nga Gjermania, nga një firmë e madhe, nga një firmë seriose, mbi gjitha nga një firmë shqiptare, nga firma LNG Gazaferi GmbH, e cila merret me gjitha renovimet e brendshme. Bili mu më thanë, Agja Sali, edhe ty kemë të renovu. Thash, ani bre batë se ja u besoj juve renovimin. Falënderoj shumë Lani Gazaferi, LNG Gazaferi GmbH. Arjani Kompani, lider në vend, lider për projektim, prodhim dhe ndërtim. Baba më thejke, biro, ka që shkësh, bane breka i shpi. A që Arjani Kompani, ka po shkëjke, po marëjke banesa. Banesa në Vushtre, banesa në Mitrovic, banesa në Prishtin, e tash edhe banesa në zemër të Obilicit. Arjani Kompani. Mishtore Gjoshkon nuk ta le sofrën thot. Të mishtore Gjoshkon i gjenit gjitha produktet e mishit. A që jo, që nuk muni, edhe nuk keni ko me pregadit, të mishtore Gjoshkon të gjitha produktet i gjanit gashpe. Nuk keni nevoj më lodh heq për 5 minuta pregaditet. Që? Pasol Gjoshkon për 5 minuta. Me të knaq. Gulash Gjoshkon për 5 minuta. Hazer. Qofte Gjoshkon për 5 minuta ki hazer. Edhe patate Gjoshkon për 5 minuta këtë i keni të gachum. Të mishtore Gjoshkon i gjoni gjitha produktet. I gjoni në Prizren, si dhe në Prishtin, në rrugën Muharrem Fejza. Mishtore Gjoshkon kur nuk ta len sofrën thot. Gjithmonë kom pas shef në kjerët mira, kjerët rahachme, kjerët aman për plesh komode, që edhe ku t'i grash, as kafen më t'a delë. Kej këto kjerët mira i gjoni ku tjetër, në Zvicër, të baba i kjerëv të muj autocenter. Të muj autocenter, shko një kom, e këtheni me kërë, muj autocenter. Metalbau, nishi është për prodhimin e gjitha produktev metalike. Shkata shesyni për ta marojke Metalbau. Dyrë tekrit mira, metalike. Gilindera për Balkan, shumë të mira. Rrethoja për obër. Konstruksione metalike, të gjitha i gjonit të Metalbau. Metalbau jo se punën e vepron e monton në këtë Kosovën, por në këtë diasporën, shumë shpejt edhe në Amerikë. Metalbau i cili gjindet në Bernic, në rrugën Vjosa, Metalbau. E tash po shkojmë pak në Hanover, Gjermanis. Kush do një marrë me mu, hajde po shkojmë. Po shkojmë të një firmë shqiptare, të një firmë shumë seriose. Po shkojmë dhe Zmojlaj. Zmojlaj Bau, e cila mirët me të gjitha llojet të ndërtime. Po marojke prios dhe në zhe. Anje ka dhe Zmojlaj Haos Teknik, e cila mirët me instalimin e rrymes, ujt edhe nxemjes. A, për nxemje këta ishin kapake. Këta po të nxeshin Hanoverin me gjithë rrëthin. Zmojlaj. E tash po nalëm pak në klin. Shkat ju duhet prej elektronikës, krejti gjoni të Bujar Electronics. Të Bujar Electronics
i gjoni edhe gjitha llojet e klimave. Që shumë thojnë fëmija jam ti e baba, edhe bujar Electronics për klima është baba. Bujar Electronics për zgjerohet dita ditës. Tash me pika të reja në Pej edhe në Prizren, mos harrojmë. Bujar Electronics në Klin e ka edhe restoranin e vetë. Restorant i mirë, restorant familjar, me shërbim të mirë, shërbim cilësor. Lord Be Grill, e cila gjendet në Klin në rrugën Abedin Regja. Francezët halo menojnë edhe thojnë se baba i kere franceze është francezi. Gabim e kanë. Baba i kere franceze është auto-eni. Servis i specializuar për kere franceze. Për Peugeot edhe për Citroena. Lese e banë servisin e krejt këty në kerëm, po edhe shet kere të mira. Auto-eni i cili gjindet magistralen Prishtin-Mitrovic në kilometrin e 5 në Mazgit. Auto-eni. E këthemi në sofer pas marketingut. Apo mosh me nejtë? Po. Një me? Po, vëllaj. Gjatë fushatës nuk ma kanë... Unë e kom nejtë si fëmi kemi nejtë na në shilte, qështu. Edhe me flejta ma mirë, puna unë nësa. Jo, edhe ka qenë një farë ateti, unë e kam të Kosovë, se hapsinës shqiptare, që kur na vike një musafir, i thërshim mahallën me nejtë. Po boton Kalablak. Po, edhe rishim e bëshim muhabet për hatërët musafirit, e qështu kemi nejtë shilte. Nuk kemi pas atëherë, kësi kauqa, që shbitojnë kanape, nuk kemi pas kauqa atëherë, edhe besa për me pas vend ma shumë, në një dhoma, në një odë, kemi nejtë qështu. Plët deputet këm pas kësajde. Po. Në fushat, kretë vizitkarta kam për puni. Vish me leshin e ekshin. A e ke po deputetin këtë zgjedhë, thot jam pranë qytetarit. A ka fjallën vish në fushat, edhe mas fushatës. Po ata është e verifikume që një pjesë e vogël e deputetve, në basë fushatave, në ato 3-4 vitet e arsme, kanë qenë, me të vërtet e kanë mojtë fjallën e vetë. Ka pak deputet, që kanë qenë spaku në atë bazën e vetë elektorali, në atë bazën e madhe, se a i Kosova është një zonë, për fatë keqë, kanë betë një zonë, nuk do të duhe me qenë një zonë, që kanë nejtë pranë qytetarëve. Përndryshe, shumica për tyne e harrojnë atë premtim. Edhe s'ta qelin telefonin ma? Edhe... A ndodhë dhe kemë s'ta qelin telefonin? Po ndodhë sigurisht, ka pas ankesa. Se kom pas, se kom një. Pej qytetarëve ka pas plot ankesa që nuk ma ka qelë mo... S'mu ka përgjit. Telefonin, ose më ka folë njëherë në telefon, jam i zonën, jam aneje, jam këneje, ku ta di une. Kështu që qytetarët kanë ankesa që nuk mund të binë në kontakt me ta. E kuptojnë në një sen që deputeti, a ministri, a kryetari komunës, nuk mundet individualisht me taku se i cilin qytetar, edhe me janë dëgju halin se i cilit se ata janë shumë e këta janë pak. Po mirë, po... Mirë, po si përfaqësime, ja kom fjallin si përfaqësime, si përfaqësim i lagjës, si përfaqësim i një anë andej, si përfaqësim i një strukture shoqënore, i një shtrese shoqënore të interesit, një grupi të interesit, do të duhet me i taku. Do të duhet me i taku pensionistët, do të duhet me i taku gratë, do të duhet me i taku tritë, do të duhet me i taku grupet shoqërinë civile, do të duhet kujdesshëm me ndëgju, do të duhet edhe komunitetin, do më thonë se njerëzit kanë halle, kanë probleme infrastrukturore, kanë probleme të ndryshme dhe sociale, kanë lloj-lloj problemesh. Pse viqin fushatën në zgjedhim thëjnë, a je këtu? E vinë Kalablak ma mushin venin. Pse mas fushate, ose para zgjedhëm nuk vinë më vizitu? Shikia pa thamone? Po getë për ju japin detyrat maja. Ja, vla detyrat maja, po. Fakti vota, o. Ama votën, që të ma votën, fotografa ma votën, ato votën, kajtë pa të pilypin. Ja, po tasha, e si a puna ati kalit, a din që shtë? Jo. E këseva reken,
Lumin, atë? Po? E të një. Nëjse, pasha zonë, se këta në për fushata në kallin. A ke pati naj deputet, kur nuk e ka pa lopën me sy? E në fushat që kanë shtallë banë fotografi me lopë. Jo, i kanë pas thonë ati ministrit bujësis, atëre ka qenë Gjerond. Gjerond, stabilici. I kanë pas thonë, kjo e ka pa vetë çokoladë Milka. Lopën, se nuk se ka pa lajtë. Nuk e ka pa. E kanë bo me humor, po duhet mu identifiku me të vërtetat. Duhet mu identifiku me fushën të cilën e mbulon. Qoftë në kuvend, se ata nuk janë të gjithdijshëm deputetët. Pa ai që ka shku me përgatitje prej shëndetësis, duhet me u koncentru edhe mirë në atë fushë me i studiu ligjet, edhe me dhonë një kontribut përhershëm aty. Në komisione, në seanca plenare, në teren, në komunikim me atë fushën e vetë, ose pranë aty dikon. Kjo që ka shku prej arsimit, gjithashtu. Ai që ka shku prej ekonomisë për ekonominë. Ai tjetri prej jurisprudencës duhet për drejtësinë e tjera. Po kështu bëhet ajo punë, do më thonë se i cili tu e mlu fushën e vetë, edhe duke u komplementu, tu e plëcu njoni tjetrin. Njoni tjetrin, që ashtu bëhet tonësia. Mas je ka dhe kryetari komunës, deshta më ta bo një pytje. Pse kryetari një o para zgjedhjev shtrën në rrugë? A i tutët votës, a i tutët grupës kënej? Nuk është shprehje mirë, kjo ka qenë themelu pej fillimi. Me dritat tjere, që kjo shprehje, kjo tradit, as pak e ishme, ka qenë themelu pej vitit 2000, kur u bonën ato zgjedhjet e para lokale. Hajtë se që tu një 2-3 muja, një muj para. I kopëm na i votë nashta. Po, dokmi që atje në për Mahalla, në për Katune, në për logjit qytetit, mësë përna e opin në i votë ma shumë. Ajo logjik, mendoj që është e kalume, qytetarët janë shumë dvedishëm tash. Kanë kalu 27 vjetë po bëhen prej zgjedhjeve të para lokale, qytetarët rezonojnë krejt ndryshe. Qytetarët, bile ata iritohen nëse ju shkon në muajin e fundit para zgjedhjeve, edhe janis me lavru në për lozhen e ti për me ndërtu një infrastrukturë. Qa do qoftë ajo, a rruga, a trotuara, ndryshema, gjelbrema. Se, po, këta vinë që tash, a i ke po që shtë që të tash. Po, që tash vinë. Kalme o. Që tash, halakom na i bojnë, me i krysi krynë, që shtu i lanë tani për një adin, po ajo nuk në regull as pak. Do më thonë, duhet definitivisht shteti me qenë stabil në krejt segmentet. Duhet me punu edhe para zgjedhjeve. Edhe, hajde, pelojnë ditën e zgjedhjeve. Ja që lej. Po duhet me punu edhe një ditë para zgjedhjeve, edhe mas zgjedhjeve. Edhe një ditë mas zgjedhjeve njësoj. Unë e kom idenë që 6 vite, kur kom qenë në komunë, kom punu si kur ditën e parë, ajo ka qenë dikun me 3 janar 2008, si kur se ditën e fundit me 31 dhëtor, me 24 dhëtor 2013. Mendoj që njësoj kom punu. Se s'ka marifet ajo punë, po punoj një sezone, po pushoj 2 sezonat. A ma spjegon mu që të punën, i kum një këto partit tjera, që besa do analista në për studio, kryeministi e ka ble votën me bugjet shtetit. Shka që kja? E ka përdur bugjetin e shtetit, me fitu vota kënej, me orën për shtet. Shka që kja? Po ndëgjo, opozita nuk ka dhe nuk do të me prit rezonim tjetër prej opozitës. Se opozita që ashtu rezonon se për qëllim e ka përherë diskreditimin e pushtetit, për me marë ma shumë për kraje, ma shumë votë, pushteti natyrisht punon për me erujt votën edhe eventualisht edhe me erujt votën. Kjo qeveri e Albin Kurtit nuk ka dhonë vetëm kësaj here, nuk ka asistu në kuptim social vetëm kësaj here, ka asistu plot herë. Edhe herat ka. Edhe atëherë kur s'ka pos zgjedhje, edhe largë prej zgjedhjeve, edhe afer prej zgjedhjeve. Kështu që natyrisht që ajo e ka ndikimin e vetë, tash kur para zgjedhjeve ju shkojnë 2 pensionistave pezon nga 100 euro, ose ju shkojnë fëmijëve ekstra
shtesa, grave lehona, ju rritën vazhdimisht të ardhurat për ato 6 muaj, e ka kjo ndikimin e studentëve, ku ta diune. Natyrisht që e ka ndikimin e vetë, dhe nuk është edhe krejt e pa bazë kritika opozitës, po nuk është që edhe nuk e ka bo për para Albin Kurti. E ka bo plot herë. E ka nis i pari, ka nis me dhonë, me investu në gratë lehona. I pari është që i nisi shtesat e fëmijëve. Që tash është standard ajo. Kushdo që vjen qeverisje, as nuk ka me mujt me heq shtesat. Çatu janë, a? As nuk ka me mujt me e hek investimin të gratë lehona, as nuk ka me mujt me i hek shtesat e fëmijëve, për kundrazi, ka mu detyru me i rritë qaq sa është hapësia buxhetore e Kosovës. Kjo është gjë e mirë. E keqja ndoshta është që kanë bet pak ma keq kanë bet pensionet, sepse është stres e madhe e pensionistëve dhe ajo është masë e madhe e milionave. Unë e kuptoj atë, po shumica në popull nuk e kuptojnë atë. Kur thot një grus tash për jap 425 euro për ato 6 muaj, e pej një korikut 500 euro, po ai plaku ka met me 150 euro pension. Do më thonë është diskrepancë, është diferencë tepër e madhe. Dhe kjo nuk kuptohet. Po unë e kuptoj se ka shumë miliona që shpenzohen tek këto 150 euro, për shkak se numri i atyre që e konsumojnë që të 150 euro është tepër i madh. Mund tjetë edhe 300.000. Nuk di sa është. Se nuk janë vetëm pensionet e pleshnisë që qenë kanë janë 150-60.000 dikon. Po janë mandej edhe plot kategoritë të tjera që e marrin këtë 150 euro, ose 170, ose ku e di unë, si veteranët. Qyshe prite Vjosa Osmani, qyshe pove të Lumiri? A dhezi, a që shkoj, a funksionoj, a jo? Se Albini dul kënej. Këta e bon një show shumë të keq, dorën zemër. Pse të keq? Po e bon të keq për shkak se ajo me ato zigzagët që i boni, se dolin publik, edhe ajo e tha publikisht që ne u preshëm me atë bordin e paqes, edhe u preshëm me atë takimin që e organizoja i Grenell me përfaqësues të Shqipërisë atje me kon tjetër, ku ishin edhe Sërb, ishte ai Xhuriçi e kush tjetër. Kështu që u preshën me çto 2 raste sa e kuptuam, edhe mandej Albin Kurti nguli kom që nuk jemo kandidatja jeme për presidente edhe nuk e preferante. Mirë po, kjo mandej në atë frustrim të madh, unë e kom prit që ajo me qenë ma racionale, si presidentet që e kishim, e që dorën zemër e pat marrë një simpati popullore, për shkak se prezentonte, përfaqësonte mirë shtetin e Kosovës, kishte tepër shumë vullnet edhe tepër shumë energjia, ajo nuk lodhe i kur, kishte vullnet me e bo atë punë. Ma pat mush mendjen diqysh që as Albin Kurti nuk ka alternativ tjetër. Përpos kësaj? Përveç asaj, sepse ky binom funksionon të jashtëzakonisht mirë. Erdhi një moment kur u preshën. Mandej kjo reagoj në mënyrë shumë iracionale. E shpartalloj kuvendin që doli tjetë jo kushtetus. Iku të Lumiri. Te Lumiri, edhe Lumiri e pranoj, edhe kjo iku te Lumiri për mbjetesë. Kjo është shumë e njoftun. Nuk i thuhet kush është ndryshe kësaj, përveç se një bashkim për ta kalu krizën. Lumiri për ta rrit partinë sa do pak, dhe mendon se që me Vjosën ka me rrit shumë, Vjosa gjithashtu për ta gjetë një stre e për të konkuru sërish për president. Dhe kjo nuk ishte as pak e mirë, se nuk është e lindur Vjosa Osmani as cili do qytetari i kësaj republike që tjetë pa tjetër president. Nëse një mandat ke qenë president, duhet me qenë mirënjohës, a mirënjohëse që ke qenë president. Dhe bazën e madhe
atë fuqinë e madhe për të qenë president e Vjosa Osmani, e pa të marrë prej Albin Kurtit, apo? Prej lëvizjes vendosje. Në vend që me qenë falenderuse, edhe me ullë në tavolinë, edhe me pa mundësin bashkë me lidhjen demokratike, ose edhe me të tjerët, për me themelu institucionet, dhe kjo me pas një rol, gjithashtu një rol të madhe të mirë, në brenda institucioneve të Republikës Kosovës, kjo desë edhe unë du mu bon presidente. E po thonë, kur lyp shumë, mundesh me mbet pa hesh. Mos po lyp pa pet presidente me kotash. Rezultati që i doli tash, është rezultat zhgënjys para së gjithash për te. Për te dhe për Lumirin. Pse për ta? Kanë prit ma shumë. Po nuk e rejtë në ata LDK-n. Realisht, LDK-ja erdhi të rezultati i shkurtit të vitit 2025, apo? Sepse patron 2013 të dhëtori, apo? Erdhi prapa atër ku i kishin 17-18, sa i kishin në fillimin e vitit 2025. Nuk orret LDK-ja. Është që e LDK që ka qenë gjatë gjithë vitit 2025, që aty jemi në vitin 2026. Ata e kanë tash një shans jetek për me i tregu të dët ata dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, për me i tregu, kjo vlen edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, edhe pse distanca me PDK-n, e VV-s me PDK-n, është ma e madhe. Po, nuk do të thotë që nuk do një A mundet me pas, bashkim. Tash e kanë rastin. LDK-ja, nuk dija kam jadhën pra rastin të parës kësaj, po Albin Kurti do të duhej me u ullë. VV-ja, Albin Kurti do të duhej me u ullë pas certifikimit të zgjedhjeve. Jo si herën e kalume me kokë forësi, desë dhe unë e po du me bo Albolena Haxhiun kryetare të kuvendit. Dhe e arriti atë qëllim, po me shumë dom e arriti. Sepse nuk i kaloj puna e presidentit dhe shkum në zgjedhje. Le që 10 milion euro aso u shpenzun, po nuk mërim dhe një kvalitet. Apet njejt. Në një kvalitet. Prap, jemi të përqindjet a përsisht të njejta. VV-ja ka me i morë dikun rrëth 25%, do më thonë duk shumë a pak se sa i kishte 51%, LDK-ja është rritë për 4%, për 1 për 2% janë rritë aleance PDK-ja, që to janë, do më thonë, vota. To është zvoglu për një mos VV-ja, dhe ato vota kanë shku, që ne përqindja ka shku. Se për ka votat janë të gjithë? Tanat janë. Ma pak. Cilës do që ja jep rastin partia e madhe, me ullë edhe me provu, me ndërtu koalicion qeverisës, do të duhej me pas disiplin, edhe me ullë, edhe me pas dimensionin e vetë. Nuk mundet me marrë LDK-ja për tej asaj që e ka popullit që i ka dhonë. Nëse ti ka dhonë 15 deputet, kime marrë hise për 15 deputet në qeveri, në atë hisën e tortës, apo? Kime marrë aqë, eventualisht i madhi duhet tjetë gjithmonë ma tolerant, ma generoz, mund t'ja epë edhe një ministri, ma shumë, për me kriju harmoni, me kriju mirëbesim, sepse qeverisja për 4 vite, dhe 4 vite nuk janë pak, nën kupton para së gjithash besim reciprok. Ajo është një marrëveshje, një kontrat, e cila duhet jetë e qëndrueshme, e cila duhet me funksionu. Bile, edhe nëse ndonjë ministër nuk funksionon, duhet me u ullë liderët, qaj leadershipi, 2 subjekteve, atrive, sa bojnë atë koalicion, edhe me diskutu se si me e zhvendos një zyrtar të nalt, një minister, a një zapens, a një tjetër, i cili nuk është mirë të e bo punën e vetë, qoftë për shkak të afinitetit që i mungon, qoftë për shkak të ndërnjë rasdrimi e kutadione, dhe me e zavensu me një tjetër. Po jo se unë jom i fort e unë të ajek e ministrin, po së mundesh me jek ministrin. Së mundesh me jek e ministrin se ka i herë në kull e lunë se janë do gurë që mojnë pozicion të veçantë në murë. E nuk e qatë guri të rëzohet muri. Shemet. Të rëzohet muri. E cilën koalicion ti e kështë po ma stabil? Veveja me konë, për shumë. Ti si që majlë. Unë menoj edhe pse distanca jeme ideologjike është shumë largë prej LDK-s, si person po flasë. Po unë menoj që me LDK-n prapë.
për shkak se LDK-n vetë VV-ja edhe populli i Kosovës e sheh si ma pak kabahatli për atë kopjen që po thuhet të shtetit. Ma pak kabahatli, ma pak fajtore. Dhe nëse është ashtu, edhe jo rastisht Albin Kurti ja dha rastin DDK-s, nuk mujti ajo me u bo, po do të duhet me harut kalumen. Tash i kemi pas do zgjedhje të reja, edhe duhet më nisë prej këtij rezultati zgjedhor. Fushata ka qenë ma e qetë, ma e mirë, ma pak ka pas kësi qëllim për me shigjetu dikon, me diskreditu dikon ashtë për e skaj shumë, kështu që unë besoj që kanë lënë hapsin liderët, me komuniku në mjeri. Kanë lënë hapsin për me komuniku. E që kjo farë gazi Amerikanë, shka është mirë asa mirë, me pas na. Po kjo kësë përdoret. Tash, dorën zemër ka herë edhe këta Amerikanë flasin jo me politika shtetënore, po kanë interesa biznesore. Amerika që shto funksionon. Si cili funksioneri tyne, edhe senator, edhe kongresist, edhe funksioner të tjerë shtetënor, kanë biznese, ajo vendi asaj ekonomist madhe konkuruse, kapitaliste. Edhe, nuk përjashtohet, ka pasar këtu Wesley Clark, apo? Po. Me idenë që ta bëjnë një studim për eksploatimin e linitit dhe shëndrimin në gaz. Ka pasar dhe dhaj. Po. Masë e studim nuk është bo, arsyet kur nuk janë shpjegu në publik për shka nuk ndodhi dhe undalë. Zonja Madeleine Albright ka pas konkuru, ajo një konzorcium i saj ka pas konkuru në Telekom, sa e dione. Edhe ajo nuk ndodhi, apo? Ambasadori Amerikan Dell, që ishte këtu, para shumë viteve në Kosovë, doli mandej tjetë shef i asaj korporatës Bechtel Enka në Afrikë, apo? Të janë biznismena, janë politikona, por në njëjtën kohë kanë aksione, gjithandej globit, dhe nuk përjashtohet mundësia që edhe kësa herë që u përmend gazi, amon për ju shko treni, adin, nuk duhet me marë që është krejt që ashtu. Ja kanë kështë përdor shumë Albin Kurtit, ato 240 apo 60 milion sa ishin $, të sfidave të mileniumit. Jos nuk t'i jep mo sfida e mileniumit, Amerikanët nuk t'i japin ato pare, se t'i s'pe merë gasin Amerikanët tjera. Qysh kish me mujt Albin Kurti me e marë gasin Amerikan me ato 240 miliona që ishin të tëne, në fakt investim, ku me deponun që atje me lanë dikon gasit. Po na s'kemi rjet, nuk kemi gasjelës, apo? Nuk kemi tubacione, nuk kemi rjetet shpërndame në për qytetet tona. E ti po fletë për gasin. Do të duhet me folë për rjetin njëherë, qysh me bo rjetin, apo? Sfari bon autostradat, bon rrugë, e mandej flitet për qarkullimin e automjeteve në për ato rrugë, apo? Në më thënë, ja kanë kësë përdorë shumë atë, e nëse ju kujtohet, ato 240 milion me fleksibilitet, këto nismat e mileniumit, i qitën të konzervimi i energjisë. I qitën të baterit, projekti cili është në proces e sipër, është në zhvillim e sipër, do të thotë të s'kanë qenë pare të humbuna. Po na jemi shumë të primun, nuk duhet as opozita me lujtë këtë rëllë, me kontaminu publikun, me deviju krejt temën, edhe me janis publiku një pjesë e publikut, me e shoh me të modhe një pjesë tjetër të publikut, mashallah këto rjetet sociale, gjuhën e kemi, po, lirë kemi gjuhën na shohemi në rjeta sociale, ka ndodhë njerëzit, kërcënohen, ka dalë edhe more njerëzit. Qështë jamare? Se që kam tha promë, që ka thash unë e promë, pretëm se unë e vend Gjako, a tjetër jërë në Gjilan. Kryetor, na erdhëm ka funë një emisionit, deshta më të abodhe i pytje për fund. Apo të ofertë për këtyve subjekte politike për me hinë listë? A vetë s'ke dosh pak? Jo, s'kom pas ofertë. Drejtër më thonë,
nuk do të thotë që si shashune, Po, du t'jem shumë i sinqert. Po nuk jom i kollun për pushtet. Edhe atëherë kur kom shku, e kom qenë bagi djali i ri, në vitin 2000 kur kom shku me inimu, më njerë të zgjedhjet e para lokale. Hashim Thaqit dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk kom shku për pushtet. Unë e kom qenë një profil teknik, e kom pas një biznes të vogël, po stabil shumë të mirë, kom shku thjesht me inimu sepse i kom dash shumë këtë prejardjen pej revolucioni, pej lufte, edhe atëherë ishte presidenti Gjalli Ibrahim Rugova dhe s'kishtë sanë që e mund, se kishte shumë autoritet në popull, edhe ai qysh zgjedhjet e para lokale i mori nivel Kosovë 55-60%. Për dhe këja patmet 26%. Edhe mbledhëm një grup i shokëve, e kom thonë këto shumë herë, prandaj nuk për hymo ma thellë, edhe thamë, duhet me ndihmu Partisë Demokratike të Kosovës. Na patëm votu, e patëm lobue. Mirë po, hajde t'jemi ma aktive, t'jemi pransaj, edhe t'a bojmë fituse. Për fat mirë atë keq, s'po di ç'është me thonë tash, ajo periudhë zgjati. Për vitit 2000, na tek në fund të vitit 2007, kalun edhe do zgjedhjen në vitin 2002, kalun edhe në 2001 për pas zgjedhje nacionale, në 2002 lokale, në 2004 prapë nacionale, na nuk fitonim, për të këja nuk fitante. Nuk shkrepke. Shkrepi, kur u kriju në rëthonat, kur për të këja bagi mirë, u relaksu, u reformu, një komunikim e keshtë ma moderum me publikun, nuk i fynte ma të tjerët, sidomos këta të lidhjes demokratike të Kosovës, edhe që është e vërteta, LDK-ja u dopsu. Kur u dopsu LDK-ja, në atë kongresin e sajt 4, atë 6, asa ishte, ata dhe u kacafëtën publikisht, edhe u ndanë mandejnë LDK, ata u dopsun, të ne ndodhe një reformim, edhe erdhëm në pushtet, dhe erdhëm me shumis atëre. 17 komuna i pat fitu Partia Demokratike i Kosovës, edhe nëse nuk gaboj ka pas 37 deputet. Ullëse në Parlamentin e Kosovës. Po, mirë po atëherë distribuimi i ullëseve ka qenë krejt ma ndryshës, sepse ka qenë partije madhe LDK-ja, ka qenë PDK-ja, ka qenë, do më thonë, u bon LDK, LDD, AK-ja ishin do tjera parti ma dogle të cilat gjithashtu participonin në komë, po 37 vende ishin shumë atëherë. Kryetar, falënderit shumë se me full për politik, një vjetë duhet me full e kur s'muna meron fond. Falënderit shumë që na kënderu, kina full pak për zgjedhje, kina full pak për fushatat, apo bëhet mirë, as po bëhet mirë, inshallah bëhet mirë. Jo, bëhet qëre, me inshallah krejt nuk shkon, a më lutë bën. Më lutë bën, po, që aty njën i folë keni dit, nëse më lejon edhe një. Po, mërë që shja? Njën i folë keni dit për e kesh një djallë me hendikepe, me kërkesat veçanta, dhe thështë e i Shqipërisë është. Edhe thotë, ne po plakemi, unë dhe mami po plakemi, dhe një dit nuk do t'jemi. Thotë, dhe nuk e kemi dertin heqë, që ne nuk do t'jemi. Po problemi është që ti kimi na lyp, i thoshin djallit vetë, për me të qenë pranë, sepse s'ka kush me të qenë pranë, se shteti nuk të re pranë. Apo? Dhe ti ki me u trishtu kur është që na nuk jemi. Problemi është që duhet me pas njetin me bon shtet të mirë dhe të fort. Njeti është i mirë. E ishin lista e komentuzve, ta që thoti me inshallah. Ishte përmjerem, torën zemër. A di që atëshin? Zotit një moftë juve, ju një moftë, zotit djallit një moftë. Zotit, e une që aty e shujta një koment. Leni thash po lavrat, se Zoti nuk zbret në tokë me inimu djallit që përsa i metet në rrugë. Po duhet me inimu shteti, shoshnia, në njërë që aj mos me e një, djalli mos me e morë si tragjike, i kene prendve. Po me pas për kujdesje, duhet me betë në durë të sigurta individi, duhet me betë në durë të sigurta familja. Për me ndodhë kjo, duhet me qenë vetë më husë. Jo rasisht e përmena PDK në një pak e përmenda. Në PDK duhet
me pas individ e grupime vetë mohuse, nëse ata po thirën, që kemi qenë shërimtar, jemi dalë për me sakrifiku vetë vetën, edhe me vdek. Jemi dalë me sakrifiku familjet tona. Atëhere, paqa është edhe ma e vështirë thonë se sa lufta. Se paqa zgjatë shumë, edhe thonë, nëse si i qëndru shumë, dëvret shumë herë. A në luft mund më vravesh një herë. Edhe që palin dëshmora heroj, po në pash dëvrojnë, dëvrojnë, qka zë të bujnë. Duhet me pas vetë muhem që ata bura, që po thonë, na jemi vazhdimësi, do halojën të luftës aty, po sidomos këta, matritë si gjeneratë që i kanë ardhë, na jemi vazhdimësi e idesë së shërimtarve, e të kësaj familje, e të asaj familje, ata duhet me qenë vetë mohus. Vetë mohus me qenë, do më thotë, me harru vetë vetën për ato 4 vitet e qeverisjes, a 8 vjeta, sa e ki mundësin me qeverisjes, sa popullit ka vonë besim, edhe me u lidhë, edhe me Albin Kurtin, me u lidhë, edhe me lidhën demokratike të Kosovës, edhe me i gra punës. Edhe mos ju tutni, edhe një porosi, mos ju tutni reformave. Pik. Reforma nënkupton me të marrë edhe ty, edhe mu, atje me shkuar. nëse kemi të lutem, nëse kemi kabahate, reforma, sidomos në drejtësi, që e kemi punën pos, drejtësi, nënkupton, po dhe në çdo fushë tjetër shtetit, nënkupton me shku në për filtra edhe une, edhe ti, edhe ish presidenti, edhe ky presidenti, edhe ky kryeministri, edhe ata kryeministra. Po, të lutem, çështë kemi zendje në arsim? Jo mirë. Heq. Në një vend normal, unë menoj, se kjo në gjanë tash pak si ekstremista, po në një vend normal do të duhet me i marrë në përgjithësi të gjithë kryeministrat edhe të gjithë ministrat e arsimit. Me i marrë në përgjithësi prokuroria, me i marrë në shqyrtem kur, në cilën epokë, çka ndodhi, në cilën periudhë, në cilën fazë të qeverisjes, pse na ndodhi ky devijim në sistemin e arsimit. Kënaqë na fi. Pse na ndodhi në shëndetësi, gjithashtu. Pse na ndodhi në ekonomi. Domethënë, deri sot s'ka dhënë përgjegjësi kërkush. Absolutisht, edhe inshallah japin përgjegjësi, unë ti shoqëri më rahat. S'ka të ne herë pak më shumë, se na ta mundu njerë, sa unë hina në... Tjetë herë kina me full për arsim na. Faleminderit shumë, na ke nderuar, na ke respektuar shumë. Faleminderit gjithashtu. Inshallah gjithmonë na shkon me paqe. Pe juve, sukses e juve. Faleminderit shumë edhe pite ishte jena pet kryetar komune. Jo. Po hen se. Po hen. Jo. Vallai po. Jo. Kom çep një mund kryetarëve të komunave. Shikues të nderuar, mirë mbeçi e shihemi javën e ardhshme. Inshallah dhe javën e ardhshme nuk kem zgjedhje, se na kanë lodh. A keni pa tenan në Kosovë? Flenë si kryeministër e quhesh kryeministër në detyrë, se fill zgjedhjet kopit. Mirë mbeçi e shihemi javën e ardhshme.